Ambasadorja gjermane në Tiranë, Karol Müller-Holt-Kemper, ka bërë thirrje klasës politike në vend nga Gjirokastra të qëndrojë jashtë frymës konfliktuale, sidomos në këtë periudhë kur duhen më pak se 3 muaj nga zgjedhjet parlamentare. Sipas saj, realiteti sotëm politik dëshmon për një frymë konfliktuale, si pasojë e tensione në vend, po sipas Holt-Kemper, ajo çka duhet krahasuar janë programe zgjedhore dhe për sa i përket të ardhmes së Shqipërisë, duhet më pak konfliktualitet mes politikanëve dhe pa u personalizuar konfliktet. Shpresojmë të jenë të ndershme dhe transparente dhe shpresojmë të fitojë ekipi më i mirë dhe programin më të mirë, u shpreh Holt-Kemper. Ndërsa vetë ambasadorja ka dhënë opinionin e vet për qëndrimin e partive mazhorative qeverisëse për mundësinë që duhet u jepet 16 vjeçarëve për të votuar. Në këndvështrimin e saj, ambasadorja gjermane u shpreh se një temë e tillë ndoshta ja vlen të mendohet dhe të analizohet, por në Gjermani vetëm 18 vjeçarët kanë të drejtë votojnë. Çdo shoqëri ka të drejtën e vet për të gjetur rrugën në këtë drejtim. Se në Shqipëri është duke u menduar që të votojnë 16 vjeçarët, atëherë ndoshta ka arsye për ta bërë këtë, por duhet mbajtur në konsideratë kuadri ligjor, pa pretenduar për të luajtur rolin e ekspertes në këtë drejtim. Mendoj se do të ishte një situatë për momentin problematike, u shpreh Holt-Kemper. Meine Referenz ist immer Deutschland. Bei uns in Deutschland haben zurzeit auch die Leute ab 18 Jahren das Wahlrecht. Wie gesagt, man kann alles oder jede Gesellschaft. Unë kam përshtypjen që në fakt të rinjt tregon një interes mjaft të madh rreth temave të politikës dhe politikës në përgjithësi. Dhe një temë e tillë ndoshta ja vlen që të mendohet dhe të analizohet. Referenca ime në këtë kontekst do të ishte vetëm Gjermania. Atje janë vetëm 18 vjeçarët, pra lejohet që të shkosh të votosh që prej moshës 18 vjeç. Por çdo shoqëri sigurisht që ka të drejtën e vet për të gjetur dhe për të kërkuar dhe për të gjetur rrugën e saj në këtë drejtim. Në qoftë se në Shqipëri mendohet, është duke u menduar që 16 vjeçarët të shkojnë të votojnë, atëherë me siguri që ndoshta ka arsye për ta bërë këtë. Por duhet sigurisht të mbajtur në konsideratë dhe kuadri ligjor përkatës për këtë. Pa pretenduar të jem eksperte ligjore e këtij kuadri ligjor, them që ndoshta do të ishte një situatë për momentin disi problematike. Për sa i përket problemit të zgjedhjeve, unë në fakt nuk jam parashikuese e fateve, mund të them. Më vlerëson ose ndjem e vlerësuar nga pyetja juaj që më konsideroni të aftë për të gjykuar. Megjithatë, unë do të thoja që duhet të mbetemi, nëse i kthehemi realitetit, ai me siguri që sikur se ju thatë, është i dominuar nga tensionet politike për sa i përket tematikës zgjedhore. Zgjedhjet janë të rëndësishme pasi vendosin rreth të ardhmes së një vendi, por duhet të mbetemi konkret dhe me këmbë në tokë. Zgjedhjet, ajo çka duhet krahasuar janë programet zgjedhore me njëra tjetrën, për sa i përket të ardhmes së Shqipërisë, dhe duhet jemi sa më pak konfliktual me njëri tjetrin dhe pa hyrë në nivel të personalizimit të këtyre konflikteve. Shpresojmë sigurisht që këto zgjedhje të jenë të ndershme dhe të transparente dhe shpresojmë shumë që të fitojë ekipi më i mirë. Sigurisht të gjitha këto dukuri që u përmendën janë dukuri për cilat ndjejmë të gjithë keqardhje, por dhe në tërësi nisur dhe nga ajo që u përmendët bëhet fjalë këtu për vendosjen dhe realizimin e parimeve të shtetit ligjor. Dhe shtet ligjor referuar edhe të drejtave të njeriut, dhe kur them të drejtat e njeriut në radhë të parë janë fëmijët, janë gratë, por edhe për te tyre. Pra, shteti ligjor është baza edhe për te kësaj, për bashkëpunimin të suksesshëm midis vendeve, për tërheqjen e investicioneve në vend. Vetëm mbi bazën e ndërtimit të shtetit ligjor, Shqipëria mund të zhvillohet duke i ofruar popullit të vet, njerëzve të vet pra perspektivën e zhvillimit. Shteti ligjor është në tërësi pra baza që unë do ta shikoja si problemin dhe si detyrën më të ngutshme që duhet të realizojë Shqipëria në procesin e integrimit evropian. Problemi është disi më kompleks nga ai që synohet ndoshta të paraqitet, pasi ajo çka kërkohet në thelb është realizimi i kritereve të Kopenhagenit dhe në kuadrin e këtyre kritereve të Kopenhagenit, një pjesë e tyre sigurisht që ka mbetur ende pa u realizuar. Një pjesë e këtyre kritereve janë edhe 3 ligjet për cilat juve sapo folët. Nuk dëshiroj të përsëris veten duke thënë që problemi thelbësor është krijimi i shtetit ligjor. Vetëm në këtë mënyrë, sikurse e thash, Shqipëria vetëm në rrugën e krijimit të shtetit ligjor, ndërtimit të shtetit ligjor, Shqipëria do të ketë mundësi të progresit social dhe ekonomik të vetin. Për këtë të fundit, zgjedhjet janë të rëndësishme pasi vendosin të ardhmen e një vendi, por duhet mbetemi me këmbë në tokë. Ambasadorja gjermane është përgjigjur dhe interesit të gazetarëve për situatën e sigurisë në vend, ku për të shteti ligjor është baza për bashkëpunim të suksesshëm mes vendeve dhe tërheqjen e investitorëve. Vetëm mbi bazën e ndërtimit të shtetit ligjor mund të ketë perspektivë të vendit, ndërsa në fund është shprehur edhe për mosvotimin e 3 ligjeve nga Parlamenti Shqiptar, sipas saj pozitës qeverisë pengojnë integrimin e vendit. Për zonjën Holt-Kemper problemi është më kompleks nga ai që synohet që të paraqitet. Pasi ajo çfarë kërkohet në thelb është realizimi i kritereve të Kopenhagenit,
Dhe në këtë kuadër të këtyre kritereve, një pjesë e tyre kanë ngelur pa u realizuar me se cilave janë dhe 3 ligjet. Nuk duhet të ripërsëris frazën se problemi vërtet është krijimi i shtetit ligjor, pasi vetëm me një shtet ligjor, Shqipëria do të ketë mundësi të ketë progres social dhe ekonomik të vendit. U shpreh ambasadorja gjermane në Gjirokastër.